Deri në vitin 1942, gjithçka dukej se po shkonte sipas planit për Wehrmacht. Trupat gjermane po marshonin me shpejtësi nëpër Evropën lindore dhe Rusinë drejt Stalingradit dhe Kaukazit, ndërsa sovjetikët po lkundeshin dëshpërimisht përpara sulmit të egër. Ndërkohë, në Afrikën e Veriut, generali Ermin Rommel i kishte shtyrë forcat e Commonwealthit drejt Egjiptit, duke demonstruar aftësitë e jashtëzakonshme të taktikave të armatosura gjermane. Për shkak të këtyre fitoreve, Hitleri ndihej besim plot se Shtetet e Bashkuara do t'i përqendronin përpjekjet e tyre kryesisht në teatrin e paqësorit, duke u dhënë gjermanëve kohë të mjaftueshme për të pushtuar fushat e naftës sovjetike që do të furnizonin ballafaqimin e tyre përfundimtar kundër njëri tjetrit. Megjithatë, ndodhi diçka e papritur. Në nëntor, inteligjenca gjermane dhe italiane detektuan një grumbullim të madh anijesh aleate pranë Gibraltarit, por Gjermania e shpërfilli paralajmërimin si thjesht një tjetër autokolon furnizimi për të përforcuar Maltën. Italianët, megjithatë, nuk ishin aq të sigurt dhe ju lutën Gjermanisë të hetonte këtë anomali. Megjithatë, Hitleri e kishte humbur besimin te italianët deri atëherë dhe refuzoi kërkesën e tyre. Ky vendim do të rezultonte i kushtueshëm për Gjermaninë, pasi ajo që ata besonin se ishte një autokolon furnizimi, ishte në fakt një flot transporti që mbante 65.000 ushtar amerikan, të komanduar nga nën kolonel generali Dwight D. Eisenhower.